Mirë se vini në horoskopin nesër. Këtu është horoskopi i Mërkur 29 tetor 2025. Dashi. Për projektet që keni në mendje, nuk ka burimet e duhura ose nuk dëshironi të flisni me njerëz që thjesht ju humbin kohën, është një ditë e zakonshme nënton. Demi. Sot do të keni mundësinë të ndryshoni drejtimin e jetës tuaj. Diçka nuk shkoi në punë, por do ta kompensoni së shpejti. Binjaket. Miqt ofrojnë biznes të ri, ju jeni shumë të zënë me çështjet e parave. Rezultatet janë aty, është e rëndësishme të rikuperoni energjinë, sepse për momentin ajo mungon. Gaforia. Është dashuria ajo që është më pak e pranuar, një mendim pa vendosur për të pyetur gjithmonë gjithçka. Një zgjedhje e rëndësishme për ju mund të bëhet jo para se të konsultoheni me një ekspert. Mundohuni të mos e lodhni shumë trupin tuaj. Luani. Njerëzit që kanë jetuar së bashku për disa kohë mund të vendosin të legalizojnë një bashkim. Situata me përparësi të madhe për ata që duan të ndryshojnë përgjithmonë jetën e tyre, ngjarje që përfshin fëmijë ose shtëpi. Virgjëresha. Këto ditë shumë janë të lodhur dhe ata që duan të ndryshojnë ndoshta nuk janë as të bindur për atë që thonë apo duan. Realiteti është në një nivel profesional ju dëshironi një shpërblim, por nuk mund ta kërkoni menjëherë. Peshorja. Është e drejtë që ju të vini në dyshim nëse dikush ju ka tradhtuar, por tani ndaloni të ankoheni përndryshe rrezikoni të gaboni. Mundohuni të mendoni për të ardhmen, duhet të flisni me një njeri përgjegjës, të propozoni veten. Akrepi. Ju thithni pak ajër nervoz dhe vetëm ju e dini pse. Duhet thënë se dashuria dhe marrëdhëniet me të tjerët i nënshtrohen një tensioni të lehtë. Shigjetari. Përfitoni nga kjo ditë, shpresoj se komunikimet kanë mbërritur në 5 ditët e fundit, ka më shumë lëvizje në jetën tuaj. Ata pak që nuk ndjejnë energji pozitive do të thotë se janë tepër të lidhur me të kaluarën. Ky mund të jetë një kufizim. Konfirmime të mira së shpejti. Britsjapi. Problemet e muajve të fundit nuk janë të lehta për t'u kapërcyer, në dashuri dikush është tërhequr shumë. Nëse ka një njeri luan në jetën tuaj, duhet të shmangni garat. Ujori. Në kontekstin e punës mund të ketë vonesa, vështirësi kontraktuale. Kujdes me paratë sepse duhet të përballeni me disa shpenzime të mundshme shtesë. Peshqit. Një problem mund të zgjidhet papritur, ju po kërkoni një zgjidhje për shumë probleme që u shfaqën në të kaluarën. Takime më me fat. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.